Banorët e fshatit Grudere në bashkinë Shkodër ndihen të braktisur nga shteti. Prej disa vitesh banorët përballen problematika ndryshme, ku më kryesorja është mungesa e ujit të pijshëm dhe pavarësisht ankesave ende nuk është marrë asnjë mas. Për shkak të pamundësisë për të blerë ujë, disa banor detyrohen të shkojnë të paktën një herë në javë deri në rjoll. Na jena ka 35 vjet si s'kena ujë, s'kena drita, s'kena rrugë. Mjetë katun. Katun e më kesh nuk oson të ka bota se janë të rrethina këtu. Këtu e kam lue ferra, e kam lue sjelësina, e kam lue një hërdheks, jena bo me i vu pushkën vetit. Ne premtojnë gjithë ka, po bojmë kështu, ne premtojnë gjithë qa, po bojmë kështu, po bojmë kështu, po bojmë kështu. As si sen nuk kanë bo, absolutisht. Jena kanë mo mirë me Enver se jena sot 700 herë. Një kështet, ne nuk ne duhet gjohën me këtë sistem si është sot. Na bohën atë lishë, na kena nevoj për shkollë, na kena nevoj për dritë, na kena nevoj për ujë, na kena nevoj për të. Tana janë zero. Këtu duhet me shqitë shpinë në tokën për me shku në spital. Enver Hoxha ka dole ka marrë me dugazinit, e në borën shi me avion smurin e ka shnosh. Këtu duhet me shqitë shpinë, për me boja perim të thjesht, a je ka njeti. Po të kalzoju pa kur i rrenë. U kom 2 djelë një tu. Njoni ka makinën e dhe shkone merë, e në majet rjollit atje, shkone merë ujë i herën javë. I këtë ujë që në kënë? Ashtu dhe, një herën javë. Njëtë vend ku jena na, a gjuna ha tërp me i thonë kuj, pse s'kena ujë se jena në gjitë burimit. Deri te kaloja Shkodër sa kanë furnizu me ujë rjollit, kur o kanë shteti komunist. Sot s'ka kur i pikë. Unë që ku kam posetën s'kam ujë. E marrë ujë në malë, atë në rjoll. E fëfim në pikë. Sa kafe, sa rakia. E blejmë me lekë. Ka vite që e keni këtë problem? Po shumë, tash 5 vjetë. Edhe besoj o kanë premtu? Ata kanë premtuar. 35 vjetë marë që kena. Ka ba, i 100 milion i kë tubacioni me marë. Kurse na s'kena ujë. Ndërkohë faturat e ujit, banorët theksojnë si paguajnë rregullisht, për këtë atë kërkojnë një zgjidhje konkrete.